Nëna ime jo gjithmonë e ka thënë të vërtetën. Më ka gënyer 8 herë në momentet e rëndësishme të jetës. Tregimi filloi me lindjen time. Kam lindur si një djalë i vetëm me një familje teje të varfër. Aq të varfër sa që nuk kishim ushqim të mjaftueshëm. Në raste të rralla ndodhte që të kishim pak oriz në shtëpi. Nëna përgatiste shujtën e thjesht dhe gjithmonë pjesën e saj të pjatës e ulte në pjatën time, duke më thënë: "Ha birim, unë nuk jam e uritur." Kjo ishte gënjeshtra saj e parë. Kur u rrita pak, nëna ime pasi përfundonte punët e shtëpisë shkonte te lumi që gjendej afër shtëpisë, duke shpresuar se do të zinte ndonjë peshk, që unë të kisha ushqim të shëndetshëm dhe të zhvillohesha sikur fëmijët e tjerë. Me një rast, falenderoj Allahun, arriti të zë 2 peshq. Nxitoi në shtëpi dhe i përgatiti 2 peshqit dhe i vendosi para meje. Duke parë se unë me shije e hëngra peshkun tim, ajo vendosi dhe peshkun e saj në pjatën time duke thënë: "Birim, ja edhe këtë peshk timin, sepse ti e di që unë nuk i dua peshqit." Kjo ishte gënjeshtra e saj e dytë. Koha kalonte dhe erdhi momenti që unë të hyja në shkollë. Me që nuk ishim pasuri që unë të shkollohem, nëna hyri si shitsen te një tregtar i pasur. Një natë të ftohtë dhe me shi, nëna u vënua më tepër në punë. I brengosur dola nga shtëpia ta kërkoja. E vërita duke ardhur me një top të rënd të rropave në dorë. E thira: "Nën, ija në shtëpi, është vonë dhe ftohtë." Ajo buzëqeshi dhe tha: "Birim, unë nuk jam e lodhur." Kjo ishte gënjeshtra e saj e tretë. Erdhi koha e provimeve të shkollës. Edhe pse ishte vap e madhe, ajo dëshiroi të vinte me mua në shkollë. Dielli përcëllonte tokën, ndërsa sipërfaqja e rërës avullonte nga nxehtësia. Hyra në shkollë, ndërsa ajo mbeti duke më pritur në oporrin e shkollës. Kur përfunduan provimet, dola nga shkolla, ajo më priti me përqafim amënor, mbushur me dashuri dhe mëshirë. Në dorë mbante një lëng të ftohtë që e kishte bler për mua. Kur fillova ta pija, e kthiva kokën dhe vërejta atë. Nga badhi i saj rrillnin pika tjerse. Ja ofrova gotën duke thënë: "Nën, pi edhe ti pak." Ndërsa ajo tha: "Biri im, vetëm ti pije, unë nuk kam etje." Kjo ishte gënjeshtra e saj e katërt. Pas vdekjes së babait tim, nëna jetoi një jetë vështirë. Mbi supet e saj mbajti tërë përgjegjësitë mbi udhëheqjen e shtëpisë. Thjesht duhet të kujdesej për çdo gjë. Jeta ishte vështërsuar dhe shumë shpesh ishim të uritur. Pranë shtëpisë sonë jetonte xhaxhai im, njeri i mirë. Shpesh na sillte ushqim, por edhe ai ishte i varfër. Fqinjët kur panë që gjendja jonë ishte e papërballueshme, këshilluan nënën, e cila ishte ende e re, të martohej me dikë që ta ndihmonte. Mirë po nëna ime refuzoi, duke thënë: "Unë nuk kam nevojë për dashuri." Kjo ishte gënjeshtra e saj e pestë. Pasi përfundova fakultetin, hyra në një punë me pak të mirë, në një firmë dhe vendosa të marr përsipër kujdesin e shtëpisë. Me që shëndeti nënën si çdo psuar, nuk mund të punonte si shitse rrobash, filloi të shes perime në treg. Kur nuk mundi më tej të punonte, u ndava pjesë nga paga ime dhe ja dhash asaj, ndërsa ajo refuzoi duke thënë: "Biri im, ruaj të hollat. Unë kam mjaft për vete." Kjo ishte gënjeshtra e saj e 6. Vazhdova shkollimin e mëtejshëm dhe shumë shpejt u bëra magjistër. Paga ime u rrit edhe më shumë. Firma gjermane më ofroi një punë të mirë në Gjermani. U gëzova pamas dhe fillova të ndërroj për jetë të re, të lumtur. E ftova nënën të vinte të jetoj me mua, por ajo refuzoi duke më thënë: "Biri im, unë nuk jam mësuar me jetë luksoze." Kjo ishte gënjeshtra e saj e 7. Koha kalonte. Nëna ishte plagur edhe shumë shpejt u sëmur nga karcinomi malign. Në ato momente,
Në mes meje dhe nënës time të dashur ishin shumë shtete. I nevojitej për kujdesja e dikujt. I lash të gjitha dhe u ktheva në shtëpi. Nënën e gjeta në shtrat. Kur më pa, u mundua të më buzëqesh. Zemra mu coptua, sepse ishte molisur. Nuk ishte më ajo nëna që kam njohur. Lotët më shkonin rrëke në përftyrën time. Por edhe tani, ajo mundua të më ngushëlloj duke më thënë: biri im, mos qaj, unë nuk kam dhimbje. Dhe kjo ishte gënjeshtra e saj e tetë. Pasi që tha këto fjalë, mbylli syt dhe nuk i hapi kurrë. Se cili që kënaqet me begatin e prindërve të gjallë, u këshilloj: ruani këtë begati para se të pikëlloheni për humbjen e saj. Se cili që ka humbur nënën e tij të dashur, e këshilloj: gjithmonë kujto se sa ka sakrifikuar ajo për ty. Lute Allahun që ta falë dhe ta mëshiroj. عليك عليك